Unë e kam këtë problem që një 37-8 vjetë. Jemi anku gjithka për Badiava. Jo shtëpia e parë 70 metra prej qytetit. Mbjella tona që i mbjellim, hajmë kancer për tyne. Jemi në fshatin Lutëgllav të komunës së Pes, në të cilën gjendet deponia ku i hullin mbeturinat 5 komuna të këtij rajoni. Pra këto i hullin mbeturinat komuna Pes, komuna Klinës, komuna Deçanit, komuna Joniku dhe komuna Istogut. Sipas banorëve, prej muajit shtator të këtij viti, kjo deponi ka filluar me u djeg edhe nuk është ndalë zjarri asnjëherë. Për me fol për problemet që i ka shkaktu kjo deponi që sa vjet banorëve të kësaj ane, na i kemi këtu disa banorë. Ndëruma mundesh mu prezentu? Unë jam Ali Kramoviku, i fshatit Lutëgllav. Që sa kohë e keni këtë problem? Këtë problema, unë e kam këtë problem që një 37-8 vjetë prej që ka fillu. Bërlogu me arcu. Edhe, a një anku në herë në komunë, në kompaninë ambienti? Jemi anku në komunë, jemi anku gjithka për Badiava. Na prishin tokën, na prishin ambientin, na prishin kakalakat, na prishin livadë, 2 hektarë livadë i kam që aty ndër bërlog me një herë, edhe aty as lopa nuk guxon me hangar, as me pija, as kur gjose, ajo cofë. Edhe qështu. Sa fshat rajnin në këtë rajon, këtë rreth këtu që... Jemi fshati Lutëgllav, Trestenik, Ruhat, Sferka, Afër që tu Leshan, krejt këto Glaviqic, Zahaq, unë në Zahaq shkoj edhe këshyri edhe atje vjenera, kur që kytim edhe atje, por nuk do me thonë timi. Po kjo katastrofë. Jeni ka e shifni fort mirë vetë, jeni të e po çfarë gjendja është. Unë si banori kësi fshatit, pas partit të regoj se që kjo deponi ka fillu më djeg me 17 shtator. Dhe më thënë është nga pavarësisht 6 javë, 7 javë jenë bo, edhe përshin edhe vetë që është u djeg. është i panal, nuk ka shansë më nalë. Kjo shtëpia e parë 70 metra prej qytetit. Dhe më thënë na qohemi me tym deponis, na bim me tym deponis, do ditëm rrim me tym deponis, është çdo sekondë thithi me çelën për këtij vendit. E kemi pas ujnë, nashta se as Rrugova, as Deçani nuk e kanë pas ujë të pijes më të mirë, tash uji jo nuk pijet hiç. Mbjella tona që i mbjellim, hajmë kancer për tyne, se që këtë tim, për ju bjen mbjellave tona që patate, domate, ato gjitha tjera që ka mbjellim, na që fshatar, edhe do më thonë, në ra për rasër është të njoftume, me ambient, me komunë, me tana instantat janë të njoftume, po kush se ka ndërmera si gjanë. A dihet parafërsisht sa banor janë këtu në fshatrave për rreth këtu? Pa ka shumë, tash nuk mëj me thënë sa banor janë, tash e ki parasysh janë dikun 9 fshatra, 10 fshatra që gravidojnë. Tash kur gjë janë 15.000 banor të pakten. Kështu që s'po di ma shumë që me thonë. Punën peshini edhe vetë, kjo pjesa këtu është, ka fillu ma e para më u djegë, e kanë mbolu me dhe, po shinit që shpo djegët prapë, ka vazhdu tjetra, ka vazhdu dhe tjetra. Edhe kjo është, vera ka oko me temperaturë 42-3 gradë, nuk u djegë. Në vjesht po djegët me 20 gradë, kjo është djegje qëllimshme. Për menimin tem. E cila është kërkesa juja, është mu largu komplet deponia, apo mu trajtu që... Kërkesa është me punu me standarde që shdu të me punu, jo me na helmush, me standarde. Kërkesa është me standarde, e bjen e mbulon, e mbjen e mbulon. Ajo është. Vlen me theksu se për këtë deponi, Bashkimi Evropian në vitin 2021 i ka ndonë 9 milion euro për trajtimin e deponisë. 3 milion euro të tjera janë parashiku që me investu komuna PS. Por si që na pa të thonë Bashkimi Evropian në atë kohë, para rreth 2 viteve, ato 9 milion euro që janë nda për trajtimin e deponisë janë bloku për shkak të masave të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës. Tash po provoj me thirrë Diadon Berishën, i cili është kryeshef i ndërmarrjes ambienti, e cila ka për kompetencë trajtimin pra mirëmbajtjen e kësaj deponie. E kemi mbulu dikon rreth 100.000 euro vlera, domethënë investimi që kena vëna. Kena kërku prej aksionarit e Kuvendit Komunal të Pejës, që me na suportu edhe një vlerë tjetër në shtetëse. Ku tam që është finalizim edhe ajo pjesë për me u mbulu me dhe, se vetë zgjidhja është të dhënë. Po. Ne mbulu me dhe, një për të shkemi bërë dhe të një të
materiali që për me këtu zjarrin. Po. Për zihet me ujë, e kena përdorë edhe që ato. Po efekti ka qenë një vogël. Gjerë fiksa që në kompi të informuar gjatë gjithë kohës, ka marrë masa, ka ardhë klina, ekipat e gjerë fiksat klinës, istogët, gjithë dhe më dhoni një konë, po me shu zjarën direkt o shko gjazar me ujë smunin. Tash po provoj me thirrë zëdhënësin e komunës së Pejës, Faik Zekaj, edhe me pyet se cili është plani konkret i komunës për me bo zgjidhje për këtë deponi. Tash e kemi nënshkruar marrëveshjen e re, po besojmë që në fillim vitit tashëm mes fillojnë punimet. Po. Se sipas tyre po priten edhe mu hek masat e Bashkimit Evropian, ne kemi nënshkruar marrëveshjen ku na si komunë investojmë 3 miliard e Bashkimi Evropian 12 komplet. Okej, e kur pritet të me... Ta kanë thonë fund që ti viti se mas të ordin vëllim vitit tashëm veç fillojmë me qatë projekt. Po. Ka mu mbyll kjo dhe mu hap një are, kjo mbyllet komplet edhe hapet një deponi are aty afër me standarde evropiane. Po. E pash që në buxhetin për vitin 2026 i keni ndonë 1 milion euro për këtë deponi. Po, se kemi është në faza, ne kemi 2026-2027 pjesën tjetër, me mundësi që nëse vazhdojnë, nëse s'përfundojnë për këto 2 vjet me pagutën në vitin 2028, po na po mendojmë që në vitin 2027 veç përfundon kjo.